Në 8 komuna të vendit, kryesisht të banuara me shqiptar, për 18 muaj u realizua projekti aftësimi grave të prekura nga konflikti. Në këtë projekt janë përfshin mbi 400 gra, një numër i madh të cilave kanë fituar përvojë pune në 41 kompani të vendit, ndërsa 20 nga pjesëmarrësit në këtë projekt kanë arritur të punësohen. Fisnik Shabani, i kyçur në këtë projekt, tha se qëllimi i këtij projekti është që gratë të cilët janë nga zonat e konfliktit të kyçen në punë të ndryshme dhe të kenë mundësi që të trajnohen në profesione të ndryshme, që të kenë mundësi të japin edhe ata një kontribut në familjen e tyre. Projekti është implementuar në disa komuna, kryesisht sipas titullit të projektit që është aftësimi grave që vinë nga rajonet e prekura nga konflikti. Nënkupton se në disa komunat të rrethit të Shkupit, të Tovës, si dhe të Kumanovës, më saktësisht komuna e Likovës ka qenë përfshirë bashkë me qytetin Kumanovën, mandej në Shkup ka pasur pjesëmarrëse edhe nga qyteti, mirë po ka pasur edhe nga komuna Çajër dhe Saraj kryesisht. Në rajonin e Tetovës kemi kyçur drejt për drejt shumicën e grave nga komuna e Tearcës, mandej komuna e Gunovcës edhe nga komuna e Zhelinës, mirë po nuk kemi përjashtuar domethënë edhe qytetin e Tetovës, pasi që kërkesat kanë qenë domethënë te atij niveli. Njëjtë edhe një komunë tjetër pak më të vogël, ndoshta edhe pak më larg këtij rajoni është komuna e Mavrovës dhe Rostushës, ku njështu kemi pasur aktivitete të bollshme edhe atje. Disa nga gratë të cilat kanë qenë të kyçura në këtë projekt thanë se janë të kënaqur që kanë marrë pjesë në projektin e MCMS-s për aftësimin e grave të prekura nga konflikti. Projekti e MCMS-s më ka mundësu që të punësohem, të punësohem domethënë në kompaninë Dauti Transportspet. Bëhet fjalë për një kompani me renome, domethënë, dhe kjo kompani domethënë ka mundësu domethënë të krijoj përvojën, domethënë praksën atë kompani dhe pastaj domethënë punësimin në atë kompani. Kam marrë pjesë në një kurs për kontabilitet elektronik, gjë të cilën më ka ndihmuar shumë të di gjithçka rreth kontabilitetit. Për atë edhe kam qenë edhe interesuar më herët. Ky projekt mua më ka mundësuar që të përfitoj më tepër njohuri. Në projekt jam kyçur dhe kam marrë pjesë në kurset e administratës, të cilat janë organizuar nga MCMS-ja. Ndjehem shumë e kënaqur nga kjo pjesëmarrje ime në këtë konkurs, sepse faktikisht më ka nxitur dhe më ka mundësuar që të marrë pjesë edhe në seminare të ndryshme të organizuara nga MCMS-ja dhe gjithashtu këto seminare të cilat i ka organizuar kjo organizatë shumë kanë ndikuar në aftësitë e mia dhe në parapërgatitjet e mia për punësimin e mëtejshëm. Në këtë projekt ka qenë i kyçur edhe televizioni Koha, ku 3 gra nga rajonet e prekura nga konflikti kanë qenë të punësuara për 3 muaj në televizionin Koha.